por kur që e kërkon nga dikush tjetër, lumturinë, të ndërëzër, është si kurse me kriju, si kurse me kërku nga dikush, me kriju dikush tjetër. Qështot për safët i bëndi qysh. Për shambull, me hu me thonë dikujt, hajtë kryjëm ti bre burë se i shumë i meqëm se s'pëm pëlqen që më ka kriju Zoti. A mundet qaj me kriju? Allah thot, len yakhluqu dhubaban, ata një misën e kriju, një insan apo. S'ka mundësi apo. Qështot paraforsisht i bjen apo edhe hajtë ti disponam se me Zotin s'më po me knaqen. E lënë Allah në gjellë ala, përshëndetësh me besimin, përshëndetu me jetën e mirë, përshëndetësh me rrugën e pejgamberi s.a.s. Përshëndetu me gjoksin e hapër dhe jetën e hate, përshëndetu. Ligji Allah të është kjo, nuk mund është. Dhe Allah të thotë, elem neshra. Të ndërozër, dikush mund të thotë, po ka tjerë që të lumë të resale, unë nuk di që ka në brendi tyne, nuk di, por e di që ka në qëtetë. Një pyetje për juaj. Sikur të ishte e mundshme dikush tjetër me erahatu shpirtin e njerit dhe me qetu zemrën e njerit pas Allahu xhallahu ala, a do të ishte kjo begati që vlen mja përmend që ta këna dhona? Jo, se Makedon të pa dhe këtu muna me marrën aftën. Allah ja ka përmend diçka që kur kursën te apo që ta komandon. Prandaj na nga kjo kuptojmë se qetësi shpirtore, rahatit brendshme, jashtë rrugës Allahu xhallahu ala nuk mundesh me gjetë. Jashtë besimin nuk mundesh me gjetë. Vallahi ata që kanë pak kënaqësi shpirtore e kanë për shkak të disa pjesë të besimit që kanë met, jo për shkak të dunjos apo. Sikur që thotë Ibn Taymi rahimullah, çdo dritë e udhëzimit në dunjë që met dikun, është për shkak të dënimësimit pejgamberit që met veç ato. Veç aty ku është errësu jeta nga mësimet e pejgamberit, është errësu nga çdo aspekt. Nuk ka mundësi me ndryshu, nga sa Allah ata i ka qenë dritë. Ky është ligji i Allahut xhallahu ala të ndodhur. Është ligji i Allahut. Nuk ka mundësi ndryshe. Udhëzimi e zgjeron jetën, e zgjeron gjoksin, e zgjeron mendjen. Devimi e ngulfat atë, për shkak se epshi ka kërkesa të vazhdueshme. Apo jeta që varet nga krahasia e njerëzve është jetë që domon kur nuk ka rahat, gjithmonë pret diçka apo i ndodhin gjëra të pakëndshme, të papritshme, të paparashikueshme. Alhamdulillah që kam Zot Allah, as kam të tërë Zot. Elhamdulillah që kam Zot njerëzit. Elhamdulillah që kam Zot karrikat, e parat, e pushtetin. Elhamdulillah që kam këto Zot. Që ta më diktu mu jetën edhe më orientu mu kahin këtë më shku. Elhamdulillah. Elhamdulillah që kam Zot Allahun krijuesin. Elhamdulillah. A nuk qetëson kjo? E kur është raditu, apo në dhikën e sabajt të akşamit, jam i kënaqur që Allah të Zot. Po halan nuk kënaqesh pa të livdu filani. Ku është deklarata? Dhe njës fatkeqësisht jetën e kanë të dirigjuar nga tjerët. Nëse i livdojnë, gëzohen. Nëse ata i shajnë, ngushtohen. Ne njerëz Allah. La njerëz, rri gjoks hapur, rri krah hapur, rri rahat në besimin në Allahun xhallahu ala, me vëmendje të vazhdueshme, me ato në fund që më pranë. Wa ila rabbika farghab. Ka Zoti mësyja që atje gala jote, çka thot Allahu xhallahu ala, çka thon njerëzit. Është kapitull që hala kur s'ka mujt pikën me vendos apo. Hala kur s'ka mundë që atë që tu kanë fol hallku. Mos flasin sot e kësaj dite. S'ka kështu apo.